nga dita e sotme dhe do të përballen kokë më kokë me kandidatët nga subjekte tjera politike, ka folur edhe për buxhetin të cilin do të ndajë pikërisht për zhvillimin e këtyre komunave, që është 1 miliard euro, por të cilin do ta rezervojë dhe do ta kursejë nga ato komuna të cilat, siç thot ai, vjedhin dhe nuk e menaxhojnë mirë buxhetin, por gjithnjë duke akuzuar dhe duke aluduar në subjektet politike që kanë pasur kryetar komunash gjatë 20 viteve të pas luftës, para se lëvizja vetëvendosje të merrte dhe ta fitonte ndonjë komunë. Do të analizojmë natyrisht këtë dhe çështjet e tjera që lidhen me balotazhin që mbahet pikërisht sot një javë më 9 nëntor me mysafirët tanë, Blerim Canaj dhe Adrian Zeqirin, por paraprakisht së bashku do ta ndjekim deklaratën e mbrëmshme të Albin Kurtit për të kthyer më pas në studio dhe për ta vazhduar këtë bisedë. Keni për ta parë se ky popull do t'i befasoj në balotazh dhe do të votoj kundër bllokimeve e bloqeve të prapaskenës, sepse ne duam hapjen dhe modernizimin, zhvillimin dhe punën. Bloqet bllokuese do të bllokohen e komunat onë mban do të zhvillohen. Të dashur pjesëmarrës, ne kemi premtuar dhe do ta mbajmë fjalën. 1 miliard euro investime në për komuna dhe për komunat. Por ju e dini, unë nuk jap buxhetin e shtetit dhe paratë e taksave për ata kryetar të cilët nuk dinë të punojnë mirë apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata Mos i votoni ata që nuk dinë e nuk duan punën, e as ata që dinë e duan vjedhin. Me ata nuk ka investime e as zhvillim, siç nuk ka pasur për 20 vite pas luftës. Dhe duhet të theksohet që pak e ka shkel ligjin kryetari vetëvendosjes për shkak se zyrtarisht fushata për balotazh nis nesër dhe do të jetë 6 ditë, do thot nga hëna deri e shtuni dhe pastaj është dita e zgjedhjeve, dita D për balotazhin e 9 nëntorit. Zotëri Canaj, si pat ju këto deklaratat e tilla kur kryeministri në detyrë u thot bashkëpartiakëve të tij dhe i ka në synim sidomos ata 12 persona të cilët synojnë që ta marrin këto 12 komuna të cilat janë në balotazh. S'pari për shkeljen e ligjit, asgjë e re. Do të thotë shkelja e ligjit, shkelja e kushtetutës, shkatërrimi apo përpjekja për të shkatërruar komplet sistemin, kur gjë është e re. Ndërsa nëse e shohim atë se çka tha, kjo është pjesë e mendësisë, cilën e ka fut zoti Kurti, ai e përcakton kush janë hajnat, ai e përcakton kush janë ata që s'qeverisin mirë. Do me thonë, neve nuk na duhet as policia, as hetuesia me ndjek hajnat, për shkak se e përcakton Kurti, madje nuk ka nevojë as me dalë me votu, se qytetari nuk e përsakton kush qeveris mirë, por ato na e thot Kurti. Do thot kjo është ajo mendësia në fillim, si ta shohim çka na shkon mendja. Në funksion të shkafit shkon që kjo. Por tani, natyrisht që kjo është përpjekje që ta përdor tani që të thot ato parti tjera, ata hajvanat, s'din qeverisin, plus janë hajna, po njëkohësisht e din që kam përshtypjen që e ka shumë në rrezik Prishtinën, për shkak që si duket përparim Rama prap do ta merr Prishtinën dhe është e rëndësishme për zotin Kurti Prishtina, po njëkohësisht edhe Mitrovica për shkak se gjithë e dim që tërë energjinë e ka harxhu në Mitrovicë dhe aty si duket zoti Peci i ka gjasat reale që dështoj dhe natyrisht që kjo pastaj e sjell një farë nervozizmi, por për te i kësaj nuk e kam problemin me garën, absolutisht se kam problemin me garën, por e kam problemin me formën apo përpjekjen për të futur një mendësi të tillë ku është lideri
dhe pastaj ai përcakton edhe për gjithë, duke harruar që në fund të ditës ne kemi një sistem demokratik. Nuk vendos as marshalli këtu, as kush po vendos qytetari. Dhe pavarësisht se është dëshirë e Zotit Kurti apo jo, është ajo që e përcakton sovrani, ndoshta edhe për shkak të kësaj mendësie ne që 8-9 muaj jemi pa qeverisje dhe pa qeveri për shkak të dëshirës të qeverisë vetëm. Apo më mirë të them se për shkak se kam përshtypjen që ne po e kalojmë fazën, s'mund të flasim ne sot për qeverisje, më po flasim thjesht për një farë zdia guxoj ta quaj sondim, ku një person merr vendime për gjithçka dhe vendos për gjithçka përderisa të tjerët vetëm e ngrisin dorë. Zotëri Zeqiri, do të kemi, do thot, garën e madhe sot një javë në 18 komuna. Përmendi Zotëri Canaj 2 nga komunat ku do tjetë një nga garat më të nxehta, Prishtinë dhe Mitrovicën, por pashtu edhe të tjerat do të kenë. Sa janë të rëndësishme çdo votimet në kuptimin e asaj se çka do të ndodhë me eventualisht shpalljen e datës së zgjedhjeve të mërkurën nga presidentja në rast se nuk do të ketë një mandatar të ri ose nuk do të arrihet që të shmangën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Është e vërtet në Prishtinë dhe në Mitrovicë lëvizja vetëvendosje ka dalë me kandidat të kategorisë A, 2 prej bashkëpunëtorëve më të afërt Kurtit, ministrat më të afërt që i ka pas, garojnë në këto 2 gara, Zoti Qeku dhe Peci, kështu që humbja eventuale këtyre që është shumë e mundur e këtyre 2 komunave do të ishte një goditje për lëvizjen vetëvendosje, sidomos për Zotin Kurti. Për sa i përket efektit të mundshëm që humbja e këtyre 2 komunave apo edhe komunave tjera ose një rezultat jo i kënaqshëm i lëvizjes vetëvendosje dhe sa çështja do të mund të përkthehej, është një fenomen shumë i rëndësishëm tek votuesi kosovar, i cili bën dallim substancial mes votës në nivel lokal dhe votës në nivel qendror. Këto e kemi pa në vitin 2021, zgjedhjet e përgjithshme me zgjedhjet lokale, ku pat një diskrepancë, gjithsesi mbështetja e lëvizjes vetëvendosje ishte shumë fishma e vogël. Njëjtë e kemi pa edhe kësaj radhe. Ta zojmë Prishtinë në shkurt, lëvizja vetëvendosje i ka marrë 47%, në tetor, lëvizja vetëvendosje i ka marrë 20%. Njëjtë është edhe në Gilan, njëjtë është në Ferizaj, do thotë më pak se 50% si parti ka pas ramje, mi po edhe kandidatët kanë nënpërfirmu nën ata se sa vota i ka marrë lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet qendrore. Do thotë votuesi kosovar e bën këtë dallim shumë të qartë dhe se duhet një analizë pak më e thukët e këtij fenomeni. E kemi të njëjtin votues që në zgjedhjet qendrore voton lëvizjen vetëvendosje, në zgjedhjet lokale voton PDK, LDK, AK, parti tjera. Pse ndodh kjo? Ka shumë shpjegime, mi po një ndër shpjegimet ndoshta ma shumë që mundet mu përmend, është që aja vetëvendosja njihet si parti e ideve të mëdha, e asaj do të thotë një vizioni të cilën Zoti Kurti e shpërfaq në nivel qendror, nuk ka njëjtën kvalitet të kandidatëve në nivel lokal. Kjo është, do të thotë, ndoshta shpjegimi i vetëm, mi po në 2 parë zgjedhje, edhe në 21, edhe në 25, e kemi pa që ka pas diskrepancë të madhe kësaj. Kështu që unë nuk besoj që do të ketë ndonjë impact të madh, edhe pse trendi i lëvizjes vetëvendosje kemi pa që është në ramje dhe se unë pres gjithashtu që në zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme parlamentare do të ketë gjithashtu trend të ramjes së lëvizjes vetëvendosje.
Ka pasur edhe reagime tjera nga kryetarët e komunave dhe po ashtu nga liderët e subjekteve politike, sidomos nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përparim Rama vazhdimisht e ka akuzuar qeverinë që po e bllokon në shumë projekte, por a mund të themi që ja vuri pikën mbi i mbrëmje këtë deklaratë zoti Kurti duke i kërcënuar këto komuna që nuk do t'ju ja buxhet? Po, absolutisht, kur fola për mendësinë, deshla të dalë pikërisht edhe te ajo. Për shkak se zoti Kurti flet për buxhetin e shtetit si kur të ishte një buxhet i tij personal. Dhe zoti Kurti flet për shpërndarjen e buxhetit si kur t'ja shpërndaj kryetarit, por jo qytetarit. Do të për tatimet e tona, për nevojat e tona, për të është të rëndësishme se kush është ai kryetar, është i tij apo nuk është i tij. Dhe ajo pjesa tjetër se është i mirë, çfarë është? Fare si interesant, për shkak se po të kishte qenë te hajnia dhe keq menaxhimi, atëherë liderët e keq menaxhimit SPAKU gjendën pikërisht në televizja vetëvendosje, por s'kemi parë ndonjëherë që zoti Kurti të reagoj. Pra është një farë kërcënimi edhe për qytetarin, jo për kandidatët për kryetar komunash, por është kërcënim drejtuar qytetarit që nëse e votoni dikën tjetër, atëherë nuk do të keni investime në komunat e juaj, edhe këto shkan nuk po dia guxoj kështu me këtë gjuhë shprehem, po t'ju them të drejtën, këto shkan poshtërsia, për shkak se në fund të ditës të gjithë ne kemi investuar për atë buxhet, kemi paguar për atë buxhet, dhe në qoftë se zotit Kurti ju ka dhënë besimi me shpresën se do të qeverisë si një burgshtetas 4 vite, tani po na flet për post tjerash edhe një person që sipas gjykatës supreme nuk ka drejt as ta diskutoj këtë çështje. Që i bie që është i jashtëligjshëm dhe për atë arsye përmenda që kjo shkelja e ligjeve dhe e kushtetutës është bërë normale dhe natyrisht që personat apo politikanët të cilët e bëjnë normalitet shkeljet dhe anashkalimet e bazës së shtetit, si që është kushtetuta dhe ligjet, nuk mund ne të presim që ai tashti të qeverisë dhe të ndaj kështu edhe buxhetin e shtetit si burgshtetas. Ndoshta edhe kjo është arsyeja pse ne me siguri që do të na shtyjë edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme deri në pafundësi, jo sikur që presim në 10 orë, por shkak se duhet pikërisht ai buxhet që të përdoret për fushatën zgjedhore, apo synohet që të përdoret për fushatën zgjedhore, sikur që jemi mësuar tani, deri më tani pikërisht për shkak të shfrytëzimit të buxhetit ashtu si dëshiron ai vet, dhe jo se e kërkojnë nevojat e shtetit dhe se e kërkojnë nevojat e qytetarëve. U përmendën zgjedhjet e jashtëzakonshme, zoti Zeqiri, mbrëm jo më larg kemi dëgjuar edhe një person që është lutur her pas here edhe për të qeverisur bashkë për t'ja marrë votat në kuvend, zoti Limaj, që Kurti ka kërkuar 2-3 ditë, por nuk po e shohim që ka prodhuar rezultate as pas 2-3 ditësh. Kërkesa e tij për ta zgjatur afatin edhe për të prezantuar një emër tjetër për mandatar për formimin e qeverisë. Apo vonohet shumë, apo cili është qëllimi i kësaj vonese, po themi kështu, sepse sidoqoftë 5 nëntorin e kemi afatin final. Do thotë shtunën e kaluam 10 ditë partitë politike në konsultim me presidentën mund me dëshmu që i kanë 61 vota. Mandej mrena afatit 40 ditor, kur të kalon afati 10 ditë, duhet shpallën zgjedhjet e ardhshme. Si pas një kalkulimit tim, dikun ka fillimi i nëntorit është zgjedhjet e jashtëzakonshme. Fillimi djetorit, mendon? Po, më falë, djetorit. Çështja është këtu që çka do të bëj kuvendi deri në shpërbërjen e tij kur shpallën. Është e qartë aja që ka është bo propozimi i buxhetit prej qeverisë kujdestare, që është momentalisht e mandatume prej një kuvendi i cili është përbë që një vit. Është një lloj tentimi, një lloj propagande për mu shfrytzu mandej si
armë në fushatën parazgjedhore të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, që jasë po më lajnë kështu me radhë. Qeveria aktuale, kujdestare, nuk ka të drejtë me apropriu bugjet, as nuk ka të drejtë me propozu bugjet, sepse nuk ka mandat. E tëra që ka mund të bëhet, është të azojmë në bazë ligjit për menaxhimin e financave publike, janari mbulohet në përmes do masave emergjente, kjo mundet më shty edhe për shkurt, mandej kuvendi mundet më shty edhe do më thonë 3 muaj ditë, deri në fund të marsit mund të shtyhen masat e jashtëzakonshme në bazë rregullit 1/12, të azojmë mundet më shpenzu 1/12 e bugjetit vitit paraprak për çdo muaj deri në fund të marsit. Pas fundit të marsit, do të thotë kalojnë këto farë mbrojtjet që i parashel ligji, dhe nëse nuk ka bugjet të ri, nuk ka kërkush autoritet me shpenzu ma bugjet pa mandatim të kuvendit. Bugjeti në vetë është program politik. Ne e kemi pa bugjetin e propozum të ashtu qujtërit propozum të qeverisë kujdestare. Është ndërlidhur me prioritetet politike, partijake të partisë në pushtet. Kështu që nuk duhet pritet që partitë e opozitës me aprovu një bugjet i cili ka prioritetet politike të partisë politike tjetër. E tëra që ka mundet më ba, është më ba një bugjet teknik, ku vazhdohet paka shumë me politikat e mandatume prej kuvendit kalum, deri në zgjedhjen e një qeverie tjetër. Mi po, me masa emergjente, ne mujmë shty deri në fund të marsit. Te pjesa e bugjetit, presidentja, e cila duket se momentalisht është personi kryesor që është legjitim saj përket institucioneve, thot se ka një mundësi që nëse vije puna, ajo të procedoj edhe me projekt bugjetin, edhe me planin e rritjes për milionat e parë nga Bashkimi Evropian. A duket kë opcioni pashmangshëm, apo do të shkoj me ato që ju thatë për çështje teknike, do thotë që të bëhet si bugjet teknik? Presidentja gjithsesi mundet edhe për shkak të mandatit kushtetues që e prek një pjesë të politikës e jashtme, mundet me propozu planin e rritjes. Mundet me propozu. Mi po, bugjeti i qeverisë nuk mundet me propozu pi presidentës, sepse nuk e ka mandatin popullor aja që të propozoj bugjet. Kuvendi e miraton, mi po propozimin e bën qeveria. Momentalisht qeveria, ne e dim para 2-3 muje, Gjykata Supreme nuk e lejoj qeverin me ato arkat fiskale mi fut, sepse kryonin shpenzime bugjetore, 3-ja. Kur nuk i ti mandat me propozu arka fiskale, që është mund është me propozu një bugjet i cili, jo që është bugjet, mi po ka rritje, ka shpenzime enorme e kështu me radhë. Dhe të thotë, nuk e ki mandatin ti si qeveri. Shto këtu faktin që ta zojmë Hekran Morati... Jo, nuk lejua se ishte një vendim që ishte marrë nga ministrin në detyrë në vazhdën e vendimeve që u hodhën poshtë, për shkak mandatit ministrit. E krisht. Do të thotë, nuk e ka, kjo qeveri kujdestare nuk ka mundësi që të merë vendimet që kanë të bëj me shpenzimet e reja bugjetore përveç atyre që kanë qenë ma herët. Ta zojmë, Hekran Morati, shto këtu edhe këtë fakt, e propozan bugjetin, edhe mandej shkan njëjtën ditë në kuvend, duhet me votu për atë bugjet. Do të thotë, jemi të folë këtu për aja principi ndarjes së pushteteve, principi bazi i pushtetutës, është shkelje flagrante kjo. Do të thotë, ka shumë elemente që e bajnë të pamundur këtë qeveri që të propozoj bugjet tek kuvendi. Pra, Rritane, për këtë çështjen e presidentes, edhe sidomos për idenë që të procedohet, të gjendet një formë që të procedohet me planin e rritjes nga Bashkimi Evropian, për shkak se me 15 tetor, kur ishte në Kosovë, Presidenti i Komisionit Evropian i bëri të qarta kërkesat e Brukselit që i ka për institucionet e Kosovës. Shqyqa Besnik, ne jemi tani më gjendemi një fushat zgjedhore. Dhe
deri më tani e kemi parë që në një farë forme dhe vetë presidentja është në fushatë zgjedhore, por shkak se i përfundon mandatin në mars-prill, dhe deri më tani kemi parë indikacione që dhe ajo dëshiron të garoj, dhe dëshiron që t'i hapë rrugë vetës për të garuar, dhe kjo është arsyeja pse të garoj në zgjedhje parlamentare. Absolutisht po. Dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj që ne para marsit apo prillit nuk do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, por gjithmonë do të kërkohet përkundër atyre afateve ligjore që po përmendet. Do të kërkohet shtyhet, për shkak se në fund të ditës gjithçka është në diskrecion të presidentit dhe presidencës. Dhe çka nënkuptojmë me këtë, kjo nocioni diskrecion, në qoftë se definojmë mund të na dalë kush e di se çka, e para. E dyta, ne jemi mësuar që të futemi në territore të panjohura, dhe pastaj do gjindemi disi që 7 muaj e më shumë. Dhe unë jam shumë i sigurt që tani më shumë po kërkohet që të futemi edhe një herë në një territor të tillë, në mënyrë që pastaj të gjithë kenë mundësinë të garojnë. A futet presidentja me listën vetëvendosje apo jo, presim ta shohim, por të gjitha parakushtet flasin për atë që mundësia është që të futet. Dhe për këtë arsye po e shoh gjithçka tani thjesht si pjesë të fushatës. Nuk është ka intereson askujt buxheti, posaçërisht këtyre që janë ngarë, për shkak se po t'i kishte interesuar dikujt tani më do të ishte çështje e kryer. Nuk është ka intereson askujt apo ndërtohen institucionet apo jo, po të ishte ashtu, do të ishte e përfunduar tani. Thjesht e gjithë loja është se kujt po i mbetet buxheti që ta shpërndaj. Për shembull, pse nuk përmendet kur apo gjithmonë e kundërshtojnë spaku një qeveri teknike. Do thotë të gatshëm janë që t'i shkelin të gjitha ligjet e mundshme, por jo të pranojnë qeveri teknike, për shkak se sikur të kishte një qeveri teknike, atëherë do duhej të ishte një ministër i cili jo domosdoshmërisht është nën Zotin Kurti, dhe kur shpërndahen këto vitrat që thojnë për fushata, atëherë nuk do të shkonte në konton e Kurtit dhe të lëvizjes vetëvendosje, por të qeverisë teknike. Lërë që qeveria teknike dhe s'ka drejt. E propozuar gjatë kohë nga LDK-ja. Jo, ajo ka qenë diçka tjetër. Ajo nuk ka qenë qeveri teknike dhe unë gjithmonë e kam mbështet propozimin e LDK-s. Ajo ka qenë qeveri gjithë përfshirëse, e cila ka të drejtë të marrë edhe vendime të mëdha, do të thotë politike. Qeveria teknike administron. Qeveria gjithë përfshirëse thjesht janë ministrat të gjitha partive, prej partive politike, dhe ata do të kishin pas drejt pastaj që të procedonin me një projekt buxhet, sikur që e shohin ata. Por edhe këtë nuk e lejon Zoti Kurti, për shkak se ajo pastaj do të shpërndahej te të gjitha partitë. Do të thotë është një farë koalicioni i gjerë, ashtu të them. Qeveria teknike thjesht vetëm administron, dhe edhe këtë nuk e akcepton. Dhe mendoj po të dëshironin këta, po flas tani edhe për presidentën, edhe për Zotin Kurti, po të dëshironin që ne të delnim nga kjo situatë, me siguri që do t'i zgjidhnin të gjitha këto që është edhe nuk do t'i bënin edhe më të mëdhaja. Po pse po i bëjnë më të mëdha, për shkak se jo duhet. Jo duhet që ta përdorin gjatë fushatës. Tani, për shembull, jemi në situatën e buxhetit. Unë jam shumë i sigurt që Zoti Kurti do ta përdor gjatë fushatës, ne deshtëm ta bëjmë buxhetin, por ish opozita dhe lista sërbe nuk dojnë na votojnë për shkak se po thonë që është jashtë ligjore. Do thotë gjithçka është taktik politike tani. A mund para se të flasim pikërisht për faktin se gjitha subjektet tjera politike po tentojnë të futen në një thes, të analizojnë pak, sepse përmendet zoti Canaj edhe ju çështjen e presidentës Osmani dhe synimin që ajo mbase ka për të garuar edhe një herë në zgjedhje parlamentare. Vazhdimisht presidenti Osmani refuzon që të përgjigjet nëse do të kandidojë sërish për pozitën e presidentës në ndonjë formë sikurse ka bërë në zgjedhjet e vitit 2021, duke thënë që do të shkojë aty ku është interesi më i mirë i qytetarëve. A është mungesë e guximit të saj për të treguar edhe një herë se a do t'i futet garës, apo thjesht ka frikë se rrëshqet në shkeljen e kushtetutës duke rënë në deklarime tjera që lidhen edhe me përfshirjen e saj në politikë?
Ja, unë mendoj që është çështje e kalkulimit dhe e rritjes së çmimit. Shkak se shumë në rregull është një presidente që të thot, apo president thot po, do të garoj pasi ta përfundoj mandatin. Mirë, po është çështje e kalkulimeve. Por ajo që e thash, në qoftë se Vjosa Osmani i futet garës dhe futet në lëvizjen vetëvendosje, ndoshta edhe më tutje do ta merr ndonjë votë të lidhjes demokratike të Kosovës, jo si më parë, absolutisht jo si më parë, mirë po ka ende ndoshta persona të cilët votojnë për hir të saj, dhe kështu do t'i konvenonte pastaj lëvizjes vetëvendosje, për shkak se gjithë e dim që Vjosa Osmani e ka mësuar votuesin e LDK-s që të votojë për lëvizjen vetëvendosje. Këtë problem nuk e kanë për shembull Partia Demokratike dhe Aleanca për Armërinë e Kosovës. Ndoshta edhe kjo ka qenë arsyeja pse gjithmonë zoti Kurti e kishte target lidhjen demokratike të Kosovës. Për shkak se për lëvizjen vetëvendosje ka qenë më lehtë të vilet edhe votuesi i lidhjes demokratike. Prandaj edhe zonja Osmani, do të të gjitha shenjat na i ka vënë që do të futet në garë. Ndoshta vetë fakti i mos prononcimit të saj duhet merret si diçka e tillë, por shkak se ajo e ka një moshë të re. Ajo nuk është tani para pensionit dhe që të mos e shoh veten edhe më tutje në garat politike. A është më e mirë si presidente, apo do të ishte më e mirë si kryeministre, zonja Osmani, nëse garon sërish? Presidentja e ka funksionin kushtetues të cilën duhet me lujt. Po lidhe me gjithë një, po marim... Në kuptimin politik, gjithsesi se ne kemi pa që presidentja ka pas preferencat politike që ndërlidhen me lëvizjen vetëvendosje, sidomos tash kohët e fundit me animin e saj të qartë drejt propozimeve dhe politikave të vetëvendosjes. Kështu që presidentja, funksioni presidencial është mbi partijak, mi po personi si i tillë normalisht që është politik. Dhe se për një njeri që ka të shumë bindje politike, ndoshta ma mirë do të ishte që të ishte pjesë e garës politike, shumë ma ferë dhe shumë ma e drejtë do të ishte pozicioni saj. Dhe për një pyetje për fund, kemi sërish erdhi në skemë propozimi që presidenti ose presidentja të zgjidhet nga populli. Ishte një ide që edhe presidenti Thaçi e kishte preferu gjatë mandatit të tij. Më duket se edhe presidentët tjerë që kanë qenë paraprake, çka duhet me bë një legislaturë, nëse që kjo e nënta jo, kur të vjen ajo e 10-ta, nëse do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, çka duhet me bë një legislaturë që me ardhë puna, do thot, përmes ligjit, Kosova të zgjedh presidentin ose presidenten me votë. Unë nuk jam ekspert i fushës, por e di që duhet ndryshime kushtetuese, dhe ndryshimet kushtetuese të ne nuk bëhen edhe lehtë, për shkak se duhet 2/3. Edhe shumica e pakicës sërbe, do me thonë. Dhe nuk e di se a do të arrihet kjo, a do të ishte zgjidhja më e mirë. Përvoja na ka treguar që po t'ju them të drejtën, për shkak se paramendoni tani situatën në të cilën jemi ne tani. Do të thotë, këtë herë, në qoftë se shkojmë në zgjedhjet e ardhshme, nuk do të llogaritet më asgjë me 61 vota, por duhet të jenë mbi 80 vota në partitë e koalicionit, për shkak se e kemi edhe presidentin. Në qoftë se nuk i kemi votat edhe për presidentin, e prapë shkojmë në zgjedhje. Dhe për këtë arsye mendoj që nga ajo që kemi parë gjatë këtyre viteve prej shpalljes pavarësisë, absolutisht forma më e mira do të ishte që qytetari të votoj për presidentin, por kur bëhen ndryshimet kushtetuese, nëse bëhen, atëherë duhet ta kemi parasysh një fakt që nuk do të jemi vetëm sistem parlamentar, po diçka si austriakët e kanë, sistemin presidencial o parlamentar. Do të thotë, parlamenti merr vendime, gjithçka, në fond presidenti ka drejt me një nënshkrim që të arëzoj një votim të parlamentit. Diçka që s'ka ndodhur.
ende në njëherë më duket ka ndodhë në Austri. Për shkak se gjithmonë kër e prejka të parlamentit, ata janë delegumit e popullit, për presidentit i rritët paksa kompetenca, paksa, me gjithat mbetet pozicion protokollar, por do të zgjidhte shumë ngërçet, ju them të drejtën. Spaku, ne tani nuk do ta keshim atë si qytetar, nuk do ta keshim stresin si do të kalojmë zgjedhjet e ardhshme dhe a do të jenë zgjidhje me të vërtetë edhe zgjedhjet e ardhshme. Gjithmonë e bëjmë këtë pyetje. Mbase kjo është krejt përfund, ka zëra serioz që kryeministri në detyrë Albin Kurti mund ta marrë do të thotë mandataren nga presidentja, por të propozoj për kryeministër jo vetën apo numrin 2 të lëvizjes vetvendosi sikurse është thënë Glau Konjufcën, por një kryeministër unifikues qoftë edhe një emër nga subjekte tjera. A e sheni të mundur këtë, zoti Zeqire, dhe mbase të komentojnë pa kush do të mund të ishte ai emër? Jo, nuk e shoh këtë aspekt mundur, nuk e kum pa këtë gatishmëri tek zoti Kurti dhe vetvendosja që te kalojnë vijat partijake, interesat partijake. Vetmja mënyrë është qeveri teknike, e ashtu tutur teknike, ndërsa momentin kur një qeveri e merr 61 vota në kuvend, ajo është qeveri me mandat të plot. Politikisht, mund të më quajt teknike, i perspektivës politike. Konstitucionalisht, është qeveri me mandat të plot. Dhe ndoshta është... Së shpjalla për një qeveri teknike, por për një befasi që mbase po... Unë nuk besoj. është në bazë krejt gjus politike, veprimeve politike që 8 muaj e sa, do të thotë, nuk është pa një gatishmëri që partit politike, në këtë rast zoti Kurti, të del për te një të shikon një të mirë pak ma të madhe. Për ata, ka mujt me zhvillu biseda në besim të mirë me partit politike opozitare, për me shiku edhe me PDK-n, edhe me LDK-n, edhe me Aleancën, për me shiku me gjetë një koalicion qeverisës, ashtu që shbojnë të gjitha partit politike në vene demokratike në kontinentin evropian, nuk e ki kërkun një parti që qeverisë e vetmja, sidomos në sistemet evropiane, kontinentale, proporcionale që shjemi edhe na. Do thotë, kja kish mujtë mu ba shumë ndryshe, mi po mungon një dëshire t'il, dëshira është për eskalim të ndarjeve politike. Dhe nuk ka shanca, zotit Canaj, që mbase subjekte tjera në kuvend të votoni një kryeministër që vjen edhe nga radhet të tyra? Jo, nuk e besoj, por edhe ma pak e besoj që zoti Kurti e qanë dikë atë dhe e propozon të cilin nuk mund të asundoj. Jo të menagjoj, por të asundoj. Dhe nuk e besoj që partit politike ish opozitare do të bëjnë një shka të tillë. Do të futën kësi lojë. Do të ndjekim natyrisht nga afër gjitha zhvillimet e tjera dhe ju falenderojmë shumë për analizën tuaj dhe prezencën sot në magazinën informativa. Ndërkohë, Ndërkohë, besnik do të flasim për një barometër që vjen dhe na prezentoj